A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahil azim walhamdulillahi ala dinil islam wa ala tawkil iman wa ala hidayatir rahman. Pra në emër të Zotit, bamirësit të përgjithshmit, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Falënderimet më të përzemërta dhe të pakufizueshme i takojnë Allahut, krijuesit botrave gjithësisë. Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi profetin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij dhe shokëve të tij, si dhe mbi të gjithë pra ata që kanë ndjekur dhe do ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pra po filloj në emër të Zotit të Madh, i cili na ka zgjedhur fenë islame, na ka udhëzuar në rrugën e drejtë dhe na ka bërë nga të udhëzuarit. Dhe shpresojmë që të jemi të udhëzuar deri në çastet e fundit të jetës sonë dhe lutim Allahun të lartësuar na shpërblet me mirësitë dhe begatitë e tija si në këtë botë dhe në botën e përtejme me paraqes me xhenet, ashtu siç na ka premtuar në Kur'anin famlar dhe fisnik. Para se të filloj me mesazhin e urimit, dua të bëj me dije të gjithë besimtarët musliman se nesër, pra ditën e martë, më datë 15/10/2013 në orën 7:32 falet namazi i festës së shenjtë të Kurban Bayramit. Në festën e Kurban Bayramit manifestohet përkushtimi, pastërtia shpirtërore dhe devotshmëria ndaj Zotit të Madhëruar. Festa e këtij viti erdhi që të ringjall shpresat e besimtarëve musliman e të forcojë ata më shumë në besnikërinë dhe fisnikërinë dhe në përkushtimin ndaj të Madhit Zot. Kjo festë erdhi që të begatojë shpirtat dhe mendjet tona, që të krijojë një atmosferë mirëkuptimi, mirësjellje, devocioni, një atmosferë bujarie e pajtimi, duke na emancipuar në mendimet dhe në veprat tona. Kjo festë ka për qëllim kryesor devotshmërinë e njeriut, pastrimin e tij shpirtëror dhe edukimin e tij me vlera dhe aspirata të larta njerëzore. Ndërsa nga profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, na vjen këshilla art ku thotë: pasurin tuaj pastroheni me zakat, shtojeni me dhënien për nevojtarët dhe të pamundrit. Kjo festë na nxit që të jemi gjithmonë të gatshëm, të bëhemi më human dhe udhërfyes për të mirën e përgjithshme për fe atë. Festa e Kurban Bayramit karakterizohet me sinqeritet, devotshmëri, durim, paqe, urtësi dhe me plot virtyte të larta njerëzore që e bëjnë besimtarin musliman të jetë krenar dhe i lumtur në jetën e tij të përditshme. Prandaj le të përpiqemi sa më shumë me qëllim që të shfrytëzojmë begatitë e kësaj feste nëpërmjet adhurimit ton të sinqert ndaj të Madhit Zot, tolerancës dhe të mirëkuptimit e të ndihmës sonë reciproke. Kjo festë madhështore, krahas rëndësisë historike që ka, kushtet e rrethanat e asaj periudhe që bën Mekën qendër të gjithë muslimanëve mbar botës islame, ka për qëllim që të ngrejë lart figurën dhe personalitetin e njeriut në islam, duke karakterizuar atë me besim tek një Zot i vetëm dhe duke i dhënë vlerat morale, shpirtërore, sakrificën dhe shpresën për të jetuar, duke na bërë human e të dashur me njëri tjetrin. Dhe për të gjitha këto vlera kaq të larta, e lutim Allahun e Madhëruar që të na drejtojë me shpirt e me zemër në këtë qendër të rëndësishme shpirtërore, drejt të cilës drejtohemi çdo kohë namazi me lutjet tona. Me këtë rast, mesazhi i urimit drejtuar mbar besimtarëve musliman është gëzuar nga mot festën e Kurban Bayramit. Së fundi i lutemi të Madhit Zot që kjo festë të sjellë në familjen e çdo shqiptari paqe, qetësi dhe harmoni si dhe lumturi. Zoti fuqiplot begatoft popullin, vendin dhe kombin ton, paçi, mirësi e begati, dhe Zoti jo pranoft lutjet dhe adhurimet e tjera.